Tani, profesor që t'i japim ritëm, shkojmë tek aktualiteti. Si e shikoni punën e SPAK-ut dhe a keni pasur në një takim me drejtues të saj apo bashkëpunëtor të tyre nga SBA-ja ose nga lidhjet tuaja politike? Unë si që kam të thash që përpara, SPAK-un e ka krijuar Amerika. SPAK-un i mori përveshit gjithë një nga një ti di fare mirë, 140 deputet, vajtën kokullur dhe firmosën ambasadën që është në rrugën e Elbasanit. Pra SPAK-u u bën nga Amerika, paguhet nga Amerika, është trenuar në Amerikë, të gjithat SPAK-ut që i ke aty, por paguhet nga Amerika një rrogë shumë të madhe. Po ashtu marrën dhe para edhe nga gjaku i shqiptarëve, sepse ata marrën mbi $10.000 plus 2.000 ekstra, 12.000 plus marrën për shoqërimin e familjes, do me thënë Amerika paguan para jashtëzakonisht. Unë po e them hapur para shqiptarëve, Amerika kudo që vete për interesin e saj, kurse në Shqipëri vete për interesin e shqiptarëve. Amerika paguan dhe nuk merr në Shqipëri, që duhet shkojnë në Amerikë në burg. Pjesëtar të SPAK-ut në Amerikë në burg? Për cilën arsye profesor? Për arsye se 3 kryetarët e SPAK-ut që kanë qenë nuk kanë bërë punën e dur, kanë fshehur dokumentat, sidomos Kraja. Arben Kraja. Çfarë ka bërë Arben Kraja? Arben Kraja i nxjerr vetë Berisha. Arben Kraja ka hequr me janë dosjet që dosjet duhet ishin përfunduar, arrestimet, e mori Dumani, të njëjtën ka bërë dhe Dumani, që ka një program. E mori Braho. Po kërkon Braho tash i ka ardhur vjet Braho jo ka ardhur tash ai ka 7 muaj. Braho atje ka qenë. Por Braho ka bërë gabim sepse unë jam pro SPAK-ut, sepse e njoh fare mirë, i njoh edhe dhëmbët si i kanë,